Mirë dita. Ndaja dhe arsimi, si zakonisht, ditë për ditë, për i tonë e ditë për amtë. Sot do të bëjmë diçka me guaca midhje. Midhje i thojnë shqip, guaca edhe këtë lojët e guaca, po kjo shquhet me midhje, dhe më një nxeza. Do të bëjmë një shumë klasike edhe shumë thjeshtë, dhe do të bëjmë shumë shpejt. Po i presim. Ja keni me më lodhë, dhe që edhe ku me të lodhë, po di. Që nga ka pru arsimi, me dhe qëtojnë qëto midhje, jenë shumë qishme, janë edhe të lira. Këto rritën, po kështë rritën edhe në për shkambi, po zakonisht to, dikush atë të kultivume, po nuk isha me thonë të kultivume. Se këto rritën në një mënyrë shumë, jo specifike, po shumë thjesht. Në ato konopat e anijeve, në ato konopat e trashjën, që ka. Putën në ujë, një thellësi. Mujtë me shku edhe 7-8 metra, 10 metra. Edhe këto zakonisht shkojnë kapën në qatë konopë. Po kjo është me sezon. Shqyqeni. Nështë po e sheshni qëto një si kime, si qime, mirë po nuk janë ato qime që mos u hamendi me ato, jo. Pasi këto janë që ato pjesë të konopit që. Nështë a sheni veç pak. Qëto e që ato pjesë të konopit. Këto zakonisht duhet me u pastru, para se me qitë muzi, pastrohen, lanë, shpërlanë edhe të nxjerë. Fillimisht, unë ja qes pak ujë. Po ja qes krejt pak ujë. Zakonisht dikush si qëtë ujë heqë. S'bën edhe. Nuk është që s'banë, më është edhe mos mi qitë ujë. Mi po jam një qes ujë, sepse langun e kësaj, që ti të kur të lëshojnë këto edhe langun e vetë, dhe formojnë një sos shumë mirë, shumë të lezetshëm. Ja përdori langun e kësaj për shumë. Krëp nuk ju qitet, se në nënësi i kanë krëp bollë. Me këshyra e në të fresta, më është në bazë peshës. Nëse në shumë të leta, djetë që po të ujë se gjysëm shprasta me në, gjysëm boshe. Po nëse jenë të rona, qështo, se cila është e rona, e ka peshën e vetë. Mujna me demonstru një, me qelë, me pasë si duket e mas një kur të qesë mu pjek, aje de facto me një pamje tjetër. Vështë tja gjojna, që shqetu ju shë. Këto janë gjalla, se janë shumë të fresta. Qështu? Demonstrojmë në këto tash. Shumë kalaj e shojmë se qysh janë që kjo thyjë, për s'ka derë, plët ujën, që qysh do kënë. Qëto janë qëto. Mirë, dhe më thonë, është e plot. Dhe më thonë, është e rast me ana, plot. Mirë, po, kjo hatë edhe gjallë, po s'pe hatash,
se kom hongër boll. Po presim pak ujtë me unë zi. Në ndërkohë, na kësaj muj me qitë pak qep, vaj, ku kemë vaj? Qesim pak vaj. Qesim pak hudër. Jap atë aromën e hudrës. Pak qep. Dhe të bardhë. Edhe limon. Derisa të nxerë kjo. Në përbërshde, që jenë shumë domosdoshëm për frutat e detit. Kryojmë edhe salsën prej sori. Edhe pak në do të mundze, edhe në saj të lëshujmë edhe pak. Qështo. I qesëm qëto. Jam shelim ka pakun. Edhe presim deri sa të qelen këto vetë jupe temperaturës. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule. Presim mishin dhe skuqim. Përmbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pa përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Ja bëjmë në një dressing, për nuk është për lymje, mirë po, i qitë për mi masi që të qelen atë mirë po. Këto murën me u qitë edhe gjatë fërgjimit të midhjeve. Që kjo qështo. Qep treja, McDonald's, pak vend bardh, edhe një pjesë e limonit e shtrydhur, pa fara. Krep, hit pak, kjesa me pasrije, sa thelba tu për të ullimit. Pa për thamë, pa thelb, qështo. Edhe, kondi që qesën vaj ulliri. Qëto i ngrimcojnë pak ma shumë. Qështo. Kem vajnë e vlirit. Edhe përzim pak. Dhe që kjo është qaja që neve na duhet pak ma vonë. Në ndërkohë, këshyro qysh i kem midhjet. Ku kanë fillu mu qelë, shë? Që jo të gjitha, do të dhe pak. Më dhe këto pra përsisht i tunë 5 dhe 7-8 minuta mu qelë, jo ma shumë. Edhe tash të këshyën përfundimisht e qevesh, që to jënë që to që neve na duhen.
Kështu t'i kullojmë pak. Le të kullojmë pak kështu. Bravo. Tash muna mujna me qitë kitë pjatë, atë po mujna me melon edhe qëto qësh është. Nuk është kurfa problemi. Qëto. Qëto janë qëto që neve na duan. Edhe janë shumë të lezeshme. Bravo. Na këtyne tash. Kem ndërkohë, falë. Ta ujtë ashtu dhe pak. Pak gjallë që me trash këtë sosin. Ndërkohë na to që kemë marru jashqesëm, që është shtu. Krep s'ka nevoj. Shtojmë edhe pak magdanos ma tepër. Qashtë, shumë. Nuk e këshymë për që shëkem. Edhe kjo gati është më shkri. Që kjo është që ajo. Ndërkohë e kemë edhe qëto. Edhe kjo gati është. Shumë bukur. Kësë na duhet. To e nala këtë pas po nalit. Qa ka zdi. Që këtë qaj sosi që unë e pëlqej shumë. Këto tash mujnë edhe me buk, me ngjyka pak, shumë e shishme është, e mirë, mujnë edhe me qitë qështu për mi, që me edhe një shije dhe më thonë. Qëto që ka po me qenë maj langshme, filloj me hangur, to i hanë që dhe më thonë që qështu mujnë edhe me këto, qështu me qkoq, nëse s'kem piron, po mujnë edhe me piron. Bëllon që shumë mirë. Na bof mirë.